Tashmë zyrtare ish partneri i Luanës, Krenar Çoçaj, është në pritje për të bërë baba. Pas ndarjes me Luanën, ai është në një lidhje me modelen Endi Demneri. Çifti ka bërë publik dhe gjininë e fëmijës si presin, ato së shpejti do të bëhen me djalë. Por me sa duket, lidhja prej 8 vitesh e biznesmenit me Luanën ka ende gjëra të pasqaruara dhe pasuri që do duhet të ndahen. Pra pas kena, deklaron se midis Luanës dhe ish të fejuarit të saj ka patur përplasje kohët e fundit, sepse ai i ka kërkuar moderatorës që t'i liroj shtëpinë te Kodra e Diellit, një apartament luksos që sikurse shprehet pra pas kena, Krenari ja ka lënë në përdorim Luanës, por tani që ai pret të bëhet baba, ka kërkuar nga moderatorja që të largohet nga shtëpia dhe ta boshatis atë. Teksa Luana Vjollca po bën rezistencë për të mbledhur plaçkat, nuk përjashtohet mundësia që Çoçaj t'i kërkoj policisë për ta nxjerrë me forcë moderatore nga shtëpia e tij tek Kodra e Diellit. Nëse kjo situatë është sikurse raportohet nga mediat online, atëherë duket se çështja do të përfundojë në dyert e gjykatës. Mbetet për të vërtetuar në gjykatë nëse shtëpia tek Kodra e Diellit, ku jeton Luana, është në emrin e saj apo në emrin e ish partnerit të saj.